Mesazhi shpirtëror i ditës. Lexojmë nga letra e Hebrejve, kapitulli 1, vargu 10 dhe 11. Dhe Bibla e Shenjtë shkruan: Edhe ti, o Perëndi, në krye themelove tokën, dhe qejt janë vepër e durave të tua. Ata do të prishen, por ti mbetesh, dhe të gjithë do të vjetërohen si robë. Falenderojmë Zotin, teksa lexojmë këto vargje, vështrimi na çon tek koha. Pra flitet tu për një reflektim për kohën. Dhe nëse mendojmë për të kaluarën tonë, për shembull, nëse na qellon të zhytemi në mendime, do vëmë re që e kaluara është për herë me ndryshime që ka pasur. Pra shumë gjëra kanë ndodhur në të kaluarën tonë. Ndërkohë që e ardhmja, nëse e mendojmë dhe reflektojmë pak për të ardhmen, për herë do të jetë një dimension që ngre pikpyetje. Dhe këto ndryshime në fakt ndodhin vetëm tek njeriu. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për ndryshime që Perëndia, krijuesi ynë, synoi në natyrë ose në stinë të ndryshme të vitit, le të themi. Këto ndryshime në fakt në jetën tonë shkaktohen nëpërmjet ndërhyrjes së njerëzve. Dhe në fakt fatkeqësisht ndryshimet më të mëdha ndodhin nga njerëzit, pikërisht nga njerëzit që jetojnë të ndarë nga Perëndia. Kështu që ndryshimet të tilla, ne njerëzve që kemi vendosur që të jetojmë një jetë shpirtërore, një jetë pranë së vërtetës dhe frymës së shenjtë, këto ndryshime kanë tendencën të na largojnë nga Perëndia. Dhe në të përgjithshmen e tyre tregojnë një rënje të vazhdueshme. Ndaj dhe thënë këto, mund të presim që edhe e ardhmja, pra e ardhmja jonë, do ketë shumë e shumë gjëra dhe shumë e shumë ndryshime. Pra siç ka ndodhur në të kaluarën, do ndodhin dhe në të ardhmen. Sikurse na thuhet tek fjala e librit Predikuesit, që nuk ka asgjë të re në ndjell. Çfarë ishte, ka qenë, mbetet dhe do të jetë, gjërat vazhdojnë njësoj. Dhe jemi të vetëdijshëm që edhe në këtë botë ndryshojnë kushtet, ndryshojnë mjetet, teknologjia, por njeriu në thelb mbetet po i njëjti. Dhe këtë thot Bibla dhe fjala e Zotit nuk ndryshon. Njeriu është po i njëjti. Siç ka qenë dje, është edhe sot dhe do vazhdoj të jetë edhe në të ardhmen, për aq kohë sa Zoti ka vendosur. Kështu që të dashur miq, e ardhmja do jetë si e kaluara. Mos të presim se kjo botë do sjellë diçka të re. Tha mund sjelli mjete të reja, por në thelb do mbetet po njësoj. Ndaj, lajmi inkurajues që vazhdimisht na sjell fjala e Perëndisë është që besimtarët e rilindur, në çfarë do lloj ndryshimi që ndodh në këtë botë, si ndryshim pozitiv, si negativ, si neutral, çfarë do lloj ndryshimi që qoftë ai, besimtarët e rilindur në Krishtin gjejnë gjithmonë qëndrueshmëri, janë të qëndrueshëm, janë të palëvizshëm, sepse ata i drejtojnë syt jo nga bota, por i drejtojnë nga Perëndia. Besimtari i rilindur i krishterë është i gatshëm të jetojë me këmbë në tokë, por mendja e tij është në qiell. Është në qytetrimin qiellor, ku ai është thirrur që do vijë një ditë. Dhe si i tillë, si pjesë e kësaj qytetarie qiellore, ai jeton edhe në tokë. Kjo e bën atë të qëndrueshëm dhe të paluhatshëm ndaj çdo ndryshimi që ndodh në botë. Tek libri i Jakobit 1:17 na thuhet: Ati i dritave, tek i cili nuk ka asnjë ndryshim apo hije kthimi. Pra nëse tek Ati ynë qiellor, tek Perëndia ynë, sipas fjalës së tij, nuk ka asnjë ndryshim
dhe asnjë hije kthimi. E njëjti parim vlen edhe për bijtë dhe bijat e Perëndisë. Nuk ka se si të ketë ndryshim në zemrën tonë dhe të ketë kthim mbrapa në jetën tonë. Ne ecim vetëm përpara me optimizëm, me shpresë, me gjallëri, me paqe, me entuziazëm. Sepse ky Perëndi, ky atë, e ka shfaqur dhe veten e tij. Shumë fe sot në botë, dashur miq, të gjitha fet në fakt, nuk e njohin Zotin. Nuk e njohin Zotin. Dinë që ka një Zot, ka një libër që ata e konsiderojnë të shenjtë, ka një profet qendror, thuajse të gjitha fet, dhe ecin sipas rregullave të feve të tyre. Ndjekin rituale, ndjekin ato formalitetet që ofron institucionet tyre fetar, por nuk e njohin Zotin. Ata dinë thjesht rregullat, çfarë është mirë, çfarë është keq, dhe vazhdojnë me ato rituale. Dhe shumë mirë që të paktën diçka të mirë ka aty, sepse e kanë të shkruar që mos bëj keq, bëj mirë. Po kjo është vetëm fetarizëm. Kurse ne të krishterët, të dashur vëllezër dhe motra, dhe flas këtu për të krishterë të rilindur, sepse fatkeqësisht edhe në krishtërim ka fetarizëm, njerëz që nuk e njohin Zotin, fatkeqësisht. Prandaj Zoti thotë që duhet të rilindësh në lart. Pra fryma e Perëndisë, vetë Perëndia të vi të bëj banesë tek ty. Dhe këtë rilindje ne marrim kur njohim birin e Perëndisë. Thë ndryshe, Perëndinë e shfaqur në mish. Pra kush njeh Jezu Krishtin, birin e Perëndisë, ka njohur dhe Perëndinë. Jezusi thot, kush më ka parë mua, ka parë Atin. Dhe unë dhe Ati jemi një. Pra është Perëndia në formë njerëzore. Dhe ata që njohin shkrimin dhe që fryma e shenjtë i hap zemrën dhe mendjen për ta kuptuar shkrimin, se të gjithë mund ta lexojnë Biblën, po jo të gjithë ta kuptojnë Biblën, duhet të jesh i rilindur. Vetëm të rilindurit arrin jo vetëm ta njohin Krishtin dhe përmes tij Atin qellor, po arrin të kenë një marrëdhënie me Perëndin. Dhe kjo marrëdhënie ata i bën edhe të vetëdijshëm, që janë pjesë e krijimit të Perëndisë, janë pjesë e vetë Perëndisë. Sepse na thuhet diku tjetër në Bibël që nëpërmjet Krishtit, fjalës së Perëndisë të ndryshe, sipas shkrimit, u krijuan edhe botët. Pra gjithçka e krijuar në Ati përmes birit të tij, fjalës së tij, Jezu Krishtit. Kjo është gjithësia. Dhe në mes tyre është fryma e shenjtë. Prandaj të krishterët besojnë në këtë Perëndi që quajnë Trini, po që është një. Dhe vargu që sapo lexuam thotë që ky Perëndi do mbetet. Mbetet për jetë. Perëndia nuk ka fillim, nuk ka fund. Është i përjetshëm. Kështu dhe i krishteri, ai që ka një marrëdhënie të ngushtë me këtë Perëndi të krijimit, e të pafund, kaq të fuqishëm dhe të papërshkrueshëm, që po mos na kishte dhënë fjalën e tij dhe frymën që ta jetojmë të fjalë, as nuk mund ta njihnim dhe nuk mund ta hamendsonim. Pra edhe ky krishter është pjesë e kësaj pafundësie. Dhe nuk ka se si që ndryshimet në këtë botë, sfidat në këtë botë, problemet në këtë botë, ngushticat, çfarë do lloji, le të themi e papritura, ta lëvizi, ta luhasi besimin e tij. Sepse ky besimtar është pjesë e këtij krijimi. Është një me Perëndin, me anë të besimit të tij në Jezu Krishtin. Dhe na thuhet tek Poteleta e Hebrejve, kapitulli 13, vargu 8, që Zoti Jezu Krisht është i njëjti dje, sot dhe përgjithmonë. Pra Krishti është i përjetshëm, Perëndia është i përjetshëm. Dhe të gjithë ata që besojnë tek ai i pret përjetësia. Dhe në këtë botë kalimtare i pret vetëm paqja, forca, dashuria dhe urtësia që vetëm Zoti mund ta falë. Dhe dim që Zoti na ka dhënë fjalën e tij të vlefshme, që është Bibla. Dhe kjo fjalë e shenjtë është mjeti ynë kryesor i orientimit në këtë jetë kalimtare. Me anë të fjalës Perëndisë ne kuptojmë të kaluarën, por ama hedhim dhe dritë në të ardhmen tonë. Dhe nëse e zbatojmë fjalën e Perëndisë në praktik, ose dhe parimet e fjalës së Perëndisë
në rrethana aktuale të jetës sonë, na thuhet që vetë Zoti do na ndihmojë që të kemi një jetë të bekuar. Ai do të jetë me ne. Paqe. Amen.